E qartë, por sa përket destabilitetit apo stabilitetit të rajonit, sirenat e alarmit janë dëgjuar gjithashtu edhe në Katar, Bahrein, Emiratet e Bashkuara Arabe, në Izrael, pra ka patur edhe sulme iraniane në një formë hakmarrje, madje presidenti iranian ka deklaruar se me vrasjen e Khameneit do ketë një reagim shumë të ashpër. A çon kjo në një lloj destabiliteti më tejshëm? Është normale që një regjim i tillë të priten të tilla sulme përderisa nuk ndjen akoma fundin e tij siç duket dhe të tilla veprime. Është një lloj si me regjimin naziste, të cilët deri në fund u gjakderdhën për të realizuar me çmenduritë e liderëve të tyre. Është e njëjta gjë, të gjitha diktaturat naziste, komuniste, të bazuara mbi keqpërdorimin e fesë, kanë një mentalitet, një psikologji, dhe atë është e njëjta psikologji, edhe një mentalitet është edhe në Iran. Po, është vërtet që presidenti iranian deklaroi që kanë goditur pranmbajtjen Ford me 4 raketa, gjë që amerikanët e përgjigjeshon totalisht, thanë që as është gëvishur kjo pranmbajtje. Tha që do ketë sulme të ashpra dhe me njerë sot, përse Trump u përgjigj që kjo do krijojë një përshkallëzim akoma të më të madh nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe i bëri thirrje për të dorëzuar armat, për të dorëzuar dhe për të hyrë në rrugën e një marrëveshje dhe edhe unë besoj dhe shpresoj, sinqerisht shpresoj dhe një ndryshimi politik në Iran, daljes nga qerfu i diktaturës. Regjimet janë të rrezikshme. Regjimet duhen përballuar sipas kushteve të saktuara, sipas hapësirave dhe veprimit të regjimet, por regjimet në gjithë botën vetëm përballohen. Diku përballohen me një lëvizje paqësore popullore, diku duhen përballuar me atë mënyrë si përballohen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, por regjimet duhen përballuar. Nuk ka regjim që të dorëzohet vetë nëse nuk e ndjen rrezikun e përfundimit të tij në mënyrë fatale. Por nga ana tjetër kemi edhe Rusinë dhe Kinën, të cilën e kanë dënuar për atë vrasjen e Khameneit. Ne kam parë këtë si dhunim të drejtës ndërkombëtare. Tashmë me Kinën dhe Rusinë që kanë një konvështrim tjetër për sa i përket këtij sulmi, duket sikur kemi dy vendosje, Shtetet e Bashkuara të Amerikës me aleatët e saj, Rusia me Kinën, sbashku pro Iranit apo kundër ndërhyrjes amerikane e izraelite. Shikoj që do ketë kontestime, është absolutisht e sigurt që do ketë. Por problemi është e drejta ndërkombëtare. Si është e vërtetë. Por ama, a është e drejtë ndërkombëtare të vrasësh mijëra protestues? A është e drejtë ndërkombëtare të stimulosh terrorizmin, vrasjet, të stimulosh destabilitetin në rajonit? Pra, është një problem i cili realisht lidhet ndoshta edhe me një mosfunksion si duhet të OKB-s, e cila ka dalë nga funksionet e saj, e cila gjatë gjithë këtyre viteve është treguar e pafuqishme për të vendosur të drejtën, për të shmangur konfliktet, për të shmangur tragjeditë e pat. Për shembull, ndomon diçka që ndodhi në Bosnjë në forcat e OKB-s, asgjë ndodhi masakra e madhe që serbët kryen, që u vranë 8.000 burra bosnjak, dhe vetëm kur u fut NATO-ja u vendos rendi dhe rregulli, dhe u paralizuan kriminalët që krijonin genocid ashtu dhe në Kosovë. Pra fatkeqësisht kemi një moment ku OKB-ja nuk po arrin dot të kryejë rolet e saj, nuk po arrin dot të kryejë funksionet e saj. Shpeshherë është e paralizuar, është e pahavt, është jo efektive, por një gjë është e vërtetë, që OKB-ja në një shumicë të madhe rastesh nuk po arrin dot të kryejë rolet e saj. Dhe ky është problem për diskutuar në planin ndërkombëtar. Dhe kjo me atë që kërkohet për reformimin e Organizatës Kombeve të Bashkuara, për gjetjen e një formule të tërë që t'i kundërvihet të tilla veprime diktatoriale, genocidiale, të përgjakshme të regjimeve. Ndërsa ato që thatë ju për Rusinë dhe Kinën, po është e vërtetë, Rusia dhe Kina kanë lidhje me Iranin, absolutisht është e sigurt, kanë interesa në Iran, kanë protestuar, por unë për vendimin nuk besoj se do ketë më shumë se kaq. Sepse në fundit ata e din fuqinë amerikane dhe e din dhe lidhjet dhe interesat që kanë dhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Amerika është lideri sot botror, është fuqia më e madhe në botë sot, fatmirësisht është e tillë, është mbrojtje të vlerave, të paqes, të stabilitetit kudo. Dhe ne si Shqipëri, si politikë të jashtëm, ne kam thënë shumë herë, ne duhet kemi një kolon të fortë në ato zona të cilat neve nuk kemi as influenca, si është linja mesme, as interesa konkrete, s'kemi se janë dimensionet tona, në interesat konkrete dhe influenca mund të kemi në rajonin tonë. Ne duhet në ato zona dhe të ndjekim hap pas hapi në politikën e jashtme, në gjeopolitikën e madhe, Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Unë mendoj se kjo është zgjidhja më e mirë dhe më racionale që mund të ketë politika jashtme shqiptare, por ato hapësira të cilat thash, nuk ka as mund të ketë role dhe as ka interesat veçanta. Pra, pas këtyre sulmeve, zoti Shehu, edhe diçka të fundit për këtë çështje, pastaj do fokusohemi disa çaste dhe disa minuta dhe me çfarë ndodh në kryeqytet në Tiranë, në Shqipëri. Duhet ju pyes sa i përket edhe gjendjes atje. Pritet apo si e lexoni ju? Pritet përkeqësimi i kësaj situate apo me ndërhyrjen amerikane dhe me tregimin e muskujve amerikan pritet që të ketë një paqe, pse jo edhe afatgjatë në lindjen e mesme, apo do ketë trazira? Mund të jetë kjo një shkëndi për paqen apo një shkëndi e cila mund të çojë edhe në agravimet më teshme? Asnjë konflikt nuk është i përgjyshëm, ti me realist. Asnjë përballje e tillë e dhunshme nuk është e përgjyshme. Të gjithë na inspirojnë që paqja të jetë kudo, një kuptimi të jetë marrëveshjet të arrijën, të prevenojë diplomacia. Por siç duket, diplomacia nuk ngeci, absolutisht. Irani kërkonte të fitonte kohë, të zhvillonte, të ecë përpara, ndoshta edhe për të krijuar pasurime plot të uraniumit. Gjë që Mbretëria e Bashkuar të Amerikës të veprojnë. Dhe veprojnë pikërisht, por do të treguar që duhet firmosur, duhet ulur, duhet bërë marrëveshja, ndryshe veprimet ushtarake do përshkallëzohen. Unë shpresoj që këto veprime të drejtanishme të mjaftojnë dhe të jenë një sinjal që iranianët kuptojnë që duhet ndryshojnë linjën e tyre, jo vetëm thjesht në çështje nukleare, jo vetëm thjesht në çështjen e raketave balistike, jo vetëm thjesht në çështjen e përkrahjes dhe mbështetjes së terrorizmit që kanë bërë në rajon, por dhe në politikat e brendshme për të krijuar më shumë hapësirë dhe liri për njerëzit, për qytetarët e atij vendi, për të qytetarët e risi shtat që kanë vlera të veçanta. Shpresojmë të gjë, është e paqartë, nuk mund të thuash do ndodhi kjo apo ajo kur ke të bësh me një regjim i tillë i cili bazohet mbi terrorizmin, bazohet mbi vrasjen e qytetarëve të tij, bazohet mbi destabilitetin e rajonit, është shumë e vështirë të arrish në konkluzione. Por sidoqoftë, unë besoj se Shtetet Bashkuara të Amerikës, presidenti Trump kanë bërë mirë llogarit dhe janë të bindur që nuk kishte rrugë tjetër tashmë, përveç se rrugë që po ndjekin, dhe vetëm kjo mund të çojë pastaj në çarmatosin e Iranit, në largimin në qoftë në armën bërthamore, qoftë në raketat balistike dhe ndryshimin e regjimit të brendshëm të Iranit. Të shpresojmë që është kështu, sepse kjo është në të mirën jo vetëm të popullit iranian, jo vetëm të rajonit, por edhe të botës së mbarë.